Ky qytet i lashtë mahnitës mund të duket si thjesht një rrënoj tjetër e mbuluar nga xhungla, por nuk është ajo që mendoni. Sepse ajo që gjendet poshtë tregon një histori shumë më të çuditshme dhe më të përparuar se sa dikush ka imagjinuar ndonjëherë. Majat e lashtë nuk ishin duke grumbulluar thjesht gur në pyll, ata po ndërtonin një nga qytetrimet më të sofistikuara që ka parë ndonjëherë bota. Tempujt e tyre ngriteshin më lart se katedralet, matematika e tyre parashikonte eklipset me saktësi të tmerrshme, dhe sistemi i tyre i të shkruarit, i mohuar për një kohë të gjatë si thjesht foto të bukura, tani dihet të jetë një nga skriptet më komplekse që janë shpikur ndonjëherë. Ata kishin zotëruar astronominë, artin, arkitekturën dhe bujqësinë, të gjitha pa mjete metali apo rrotën. Dhe megjithatë, pavarësisht gjithë kësaj shkëlqimi, historia e tyre mbaron në heshtje. Për 3000 vjet, Majat dominuan Amerikën qendrore, duke sunduar mbi qytete shtete të gjëra me mbretëri dhe mbretëresha të egra, duke organizuar rituale të mëdha dhe duke regjistruar dinastitë e tyre në gur. Por pastaj, diçka shkoi keq. Qytetet e tyre madhështore u braktisën, pallatet u lanë të rënohen. Pyetja është pse? Çfarë u ndodh këtyre njerëzve të shkëlqyer? Dhe si u shem kaq plotësisht një kulturë kaq e fuqishme saqë shumica e saj u gëlltit nga pylli tropik dhe u harrua për shekuj? Tani për herë të parë një hetim revolucionar 2 vjeçar po kombinon teknologjinë hapësinore më moderne me rrënojat e lashta për të zbuluar të vërtetën. Duke përdorur mjete që fillimisht u dizenjuan për të parë brenda piramidave egjiptiane, shkencëtarët po skanojnë tani tempujt maja për të gjuajtur varrezat e humbura, dhomat e varrosura dhe mbretërit e vdekur prej kohësh. Ajo që po gjejnë mund të rishkruajë gjithçka që mendonim se dinim për majat. Dhe gjithashtu ka filluar me një tempull misterios, disa grimca nga hapësira dhe një qytetrim që nuk pranonte të harrohej. Nëse nuk e zgjidhim këtë mister të lashtë, dhe së shpejti, rrezikojmë të humbim më shumë se sa vetëm historitë e gëndhendura në gur. Rrezikojmë të humbim hartën e një qytetrimi që formsoi një rajon të tërë për më shumë se 3000 vjet. Mendoni për këtë. 3000 vjeçar inovacioni, mbretërish që ngriheshin dhe binin, një populli që hartoi yjet pa teleskopa dhe ndërtoi qytete që rivalizonin me çdo gjë në Europë apo Azinë atë kohë. Dhe megjithatë, aq shumë nga kjo mbetet e fshehur, e humbur nën xhunglën e dendur, e varrosur në varreza të pashënuara, apo e kyçur në simbole që sapo kemi filluar t'i kuptojmë. Nëse mjetet moderne si lidar, imazhi muon dhe mostrimi gjeologjik nuk përdoren tani për të zbuluar atë që ka mbetur, dritarja mund të mbyllet përgjithmonë. Ajo që është në rrezik nuk është thjesht kuptimi i mënyrës se si jetonin, është kuptimi i mënyrës se si ranë, sepse rënia e tyre nuk ishte thjesht dramatike, ishte katastrofike. Qytetet u zbrazën, monumentet ndaluan së ndërtuari, dhe njerëzit thjesht u zhdukën nga faqet e historisë. Disa besojnë se ishte luftë, tjetrët fajsojnë ndryshimet klimatike, e vërteta ishte ende barrosur. Por nëse nuk mund të gjejmë atë, mund të na mungojnë mësimet jetike për të ardhmen tonë. Majat mund të kenë menduar se po përballeshin me fundin e botës. Çfarë nëse ishin të drejtë dhe ne thjesht nuk kemi zbuluar pse? Nëse jeni të magjepsur nga botët e humbura dhe misteret e pasgjidhura, sikurse jemi ne, shtypni butonin e abonimit që të mos humbisni atë që zbulojmë më pas. Lini një koment më poshtë. Çfarë mendoni se shkaktoi shembjen e majave? Dhe nëse e kënaqët udhëtimin deri tani, jepini këtij videoje një pëlqim për të ndihmuar më shumë njerëz të zbulojnë historinë e fshehur të varrosur nën këmbët tona. Mund të mendoni për botën e lashtë si një vend piramidash në Egjipt apo tempujsh në Greqi, por e fshehur në xhunglat e denura të Amerikës qendrore ishte një qytetrim që mund t'i rivalizonte të gjithë. Majat. Duke u shtrirë përmes asaj që sot është Meksika Jugore, Guatemala, Belize, Honduras dhe El Salvador, bota maja ishte e gjerë, më shumë se 250.000 km2 në kulmin e saj. Kjo është më e madhe se e gjithë Mbretëria e Bashkuar. Kjo nuk ishte ndonjë koleksion i shpërndar i kolibash dhe fisësh. Kjo ishte një rrjet i gjarë qytetesh shtetesh të fuqishëm, secili i sunduar nga mbreti i vet, secili duke konkuruar për lavdi, territor dhe ndikim. Dhe këto nuk ishin as fshatra të vegjël. Qytete si Tikal, Calakmul, Copan dhe Palenque kishin popullat me 10 mira.
Disa hulumtues tani vlerësojnë se popullata Maja mund të ketë arritur në kulm mbi 10 milion njerëz. Ky është një numër i mahnitshëm, veçanërisht kur realizoni se shumica e këtyre qyteteve u ndërtuan në mes të xhungullës, pa rrugë siç i njohim dhe pa asnjë mjet metali apo kafshë barmbajtëse për të ndihmuar. Nuk ishte thjesht se ndërtonin qytete, ishte vendi ku i ndërtonin dhe sa në mënyrë të përsosur i përzinin arkitekturën me natyrën. Por bota Maja nuk ishte një perandori e bashkuar, ishte më shumë si Greqia e lashtë, një mozaik shtetesh të pavarur, secili me politikën, kulturën dhe ambicjet e veta. Ata formuan aleanca, bën luftrara dhe madje i zun peng mbretërit e njëri tjetrit në shfaqje brutale pushteti. Dhe megjithatë, pavarësisht gjithë kësaj rivaliteti, ata ndanë një identitet kulturor të jashtëzakonshëm të koherent. Nga malet e Guatemalës te fushat e Yucatanit, do të gjeni të njëjtin sistem kalendari kompleks, të njëjtat hieroglife të gjalla, të njëjtat besime kozmike që lidheshin së bashku qiejt dhe tokën. Në zemër të çdo qyteti Maja rrinë tempuj dhe piramida të larta, disa duke u ngritur mbi 30 metra të larta, të mbështjella me ngjyrë të gjallë dhe të gëndjet intrikate. Këto nuk ishin thjesht ndërtesa fetare, ishin deklarata politike, observator kozmik dhe regjistra historik. Imagjinoni të ecni përmes një qyteti ku çdo mur tregon një histori, çdo monument është pjesë e një kalendari qiellor dhe çdo shesh është skenë për teatr hynor. Kjo ishte bota Maja dhe zgjati një kohë të gjatë, nga rreth 2000 para Krishtit deri në rënien e kështjellës së fundit Maja, në shekullin e 17, ky qytetërim lulëzoi për pothuese 3000 vjet. Kjo është më gjatë se Roma e lashtë, perandoria Inka, dhe madje Qina dinastike gjatë disa nga periudhat e saj kyçe. Afati kohor i tyre nuk është thjesht mbreslënës, është i pabesueshëm. Dhe megjithatë, për shekuj, arritjet e tyre u mohuan apo keqkuptuan. Eksploruesit e hershëm europian i quanin rënojat që gjetën qytete barbarësh dhe nuk mund të besonin se njerëzit vendas rreth tyre ishin pasardhës të arkitektëve të këtyre vendeve madhështore. Kjo verbëri historike është pjesë e arsyes pse aq shumë nga historia Maja mbetet e fshehur. Rritja e xhunglës i ngëllti qytetet e tyre, mitet u turbulluan me faktet, kolonializmi e varosi të kaluarën e tyre në turp dhe heshtje, dhe tragjedia më e thellë, aq shumë nga këto qytete u braktisën para se europianët të mbërrisnin madje. Diçka ndodhi midis shekujve të 8 dhe të 9 pas Krishtit. Një valë rëndjeje që përshkoi tokën. Kryeqytetet e mëdha u shkretuan, monumentet ndaluan së gdhenduri, rrugët tregtare ranë në heshtje, dhe askush nuk di saktësisht pse. Pra këtu jemi, shekuj më vonë, duke u përpjekur ende të bashkojnë historinë. Qytetet janë ende atje në fragmente. Vlerësimet e popullsisë vazhdojnë të rishikohen lart, dhe gjurmët janë kudo, nga muret e tempujve, te pikturimet e shpellave, te shtratet e liqenive që mbajnë sedimente që nuk kanë parë diellin për më shumë se 1000 vjet. Por koha nuk është në anën tonë. Pylli tropikal rikuperon gjithçka. Sa më shumë të presim, aq më shumë rrezikojmë të humbasim. Sepse ja realiteti i errët. Nëse nuk kuptojmë se çfarë u ndodhi Majave, si një qytetërim kaq i fuqishëm u ngrit, lulëzoi dhe pastaj u coptua, ne nuk po humbasim thjesht historinë. Mund të jemi duke injoruar paralajmërimet. Paralajmërime për klimën, për politikën, për atë që ndodh kur ekuilibri midis natyrës dhe ambicjes njerëzore anon shumë në një drejtim. Majat na lanë një hartë. Pyetja është, a do të mësojmë ta lexojmë para se të zbehet përgjithmonë? Kjo është e vërteta. Kur njerëzit dëgjojnë qytetërimi i lashtë, shpesh pikturojnë diçka mbreslënse por të vjetruar. Mjete guri, bujqësi bazë, ndoshta disa monumente të bukura. Por Majat nuk ishin thjesht mbresëlëns për kohën e tyre. Ishin para saj. Në fakt, disa nga njohuritë e tyre, veçanërisht në astronomi dhe matematik, rivalizojnë me atë që përdorim sot. Le të thellohet kjo. Një qytetërim që nuk përdorte rrotën dhe kurrë nuk zbuloi mjete metalike, ishte në gjendje të parashikojë eklipset diellore me saktësi më të mirë se astronomët europian 1000 vjet më vonë. Pra, si e bën? E po, nuk ishte magji.
ishin shekuj vëzhgimesh të kujdesshëm, disiplinë intelektuale dhe obsesion kulturor me kohën. Kalendari Maja nuk ishte thjesht për të shënuar ditëlindja apo festivale, ishte i shenjtë. Koha ishte e thurur në fenë e tyre, politikën e tyre, arkitekturën e tyre. Ata zhvilluan jo vetëm një, por 3 sisteme kalendari të ndërthurur, përfshirë një kalendar ceremonial 260 ditor dhe një kalendar diellor 365 ditor, të dy përdorur simultanisht. Dhe ata ndiqnin cikle të gjata kohesh të shtrihen mijëra vjeta në të kaluarën dhe të ardhmen. Për ta, historia ishte rrethore, jo lineare. Gjithçka kishte një patern. Ai patern ishte i shkruar në yjej. Astronomët maja ndërtuan observator, ndonjëherë të fshehurin brenda tempujve, për të hartuar lëvizjet e diellit, hënës, Venusit dhe planetëve të tjerë. Ata regjistruan rreshtimin qiellor, ekuinokset, solsticet dhe eklipset me saktësi të frikshme. Dhe ata përdornin këtë dhëna jo vetëm për të planifikuar buqësinë apo ceremonitë, por për të udhëhequr vendimet mbretërore. Duke kurorëzuar një mbretëri, më mirë sigurohuni që planetet të jenë në vendin e duhur. Duke filluar një luftë, kontrolloni 2 herë fazat e hënës. Nuk ishte bestytni, ishte një kontratë kozmike. Majat besonin se ishin duke sinkronizuar fjalë për fjalë veprimet e tyre me vullnetin e universit. Dhe nëse kjo nuk tingëllon mjaft e përparuar, le të flasim për numrat. Majat zhvilluan një sistem vigesimal, bazë 20, dhe u përdor në kalkulime të sofistikuara. Imagjinoni të bëni matematikë të nivelit të lartë, astronomi dhe planifikim urban, të gjithë pa letër, laps apo kompjuter. Hieroglifet e tyre zbulojnë detaje mahnitëse, regjistra dinastik, tekste poetike, madje datat e lindjes dhe vdekjes mbretërore. Këto nuk ishin thjesht simbole dekorative, ishin libra historie, mjete propagande dhe tekste të shenjta, të gjitha të gdhëndura në mure guri dhe shkallë. Dhe nuk kemi prekur as arkitekturën e tyre. Majat nuk ndërtuan qytete në mënyrë të rastësishme. Gjithçka kishte kuptim. Piramidat ishin të rreshtuara me ngjarje qiellore. Tempujt u ndërtuan për të zmadhuar zërin dhe formati i qytetit reflektonte kosmologjinë shpirtërore. Platformat masive u ngritën pa ndihmën e metalit, rrotave apo kafshëve barë mbajtëse. Gjithçka u bë me dorë, gur pas guri, të udhëhequr nga njohuria e thellë e inxhinierisë dhe planifikimit ambiental. Pastaj është arti i tyre, murale të gjalla, stela të gdhëndura me kujdes, maska xhade delikate. Niveli i artizanatit është kaq i imët sa është e lehtë të harrosh se gjithçka u bë me mjete guri. Artizanët maja krijuan poçari me teknika pjekje që ruanin ngjyra të shkëlqyera për më shumë se 1000 vjet. Skulpturat e tyre janë të ngarkuara me simbolik. Çdo gjest, çdo shprehje fytyre diçka që do të thotë. Kjo nuk ishte thjesht estetike, ishte narrativ, identitet, pushtet. Por ja ku toni ndryshon. Për të gjitha përparimet e tyre, majat ishin gjithashtu të zhytur në gjak dhe sakrificë. Kultura e tyre rrotullonte rreth mbajtjes së ekuilibrit në kosmos, dhe ai ekuilibër shpesh kërkonte jetë njerëzore. Disa nga të njëjtat piramida të përdorura për të ndjekur solsticet u përdorën gjithashtu për vrasje rituale. Mbretërit ishin ashtu astronom, ashtu dhe ekzekutor. Oborret mbretërore mund të ishin vende poezie dhe strategjie ose skena ofrimesh brutale për perëndit. Është një paradoks që i bën majat kaq të vështirë dhe kaq magjepsëm për të kuptuar. Pra, pyetja nuk është nëse majat ishin të përparuar, është nëse ne jemi përparuar mjaftueshëm për t'i kuptuar. Tempujt e tyre vazhdojnë të qëndrojnë, hieroglifet e tyre vazhdojnë të flasin, regjistrimet astronomike e tyre vazhdojnë të përputhen me të dhënat tona moderne. Por përveç se vazhdojmë dekodimin, gëmimin dhe dëgjimin, rrezikojmë të lejojmë një nga kulturat më të shkëlqyera të njerëzimit të zhduket në hardhije dhe hijet e kohës. Kur shumica e njerëzve mendojnë për zbulimin e sekreteve të lashta, imagjinojnë arkeolog me lopata dhe fuça që gërmojnë me kujdes përmes dheut për të zbuluar copa poçarie apo koçka të humbura prej kohësh.
Por çfarë sikur t'ju thosha se disa nga zbuluesit më të mëdhenj në arkeologji sot nuk po vinë fare nga toka, por nga hapësira. Kjo është pikërisht ajo që po ndodh tani në xhungullat e dendura të Hondurasit, ku një ekip shkencëtarësh japonez po përdor teknologjinë më moderne hapësinore për të parë brenda një tempulli të lashtë maja pa krisur asnjë gur të vetëm. Mirë se vini në të ardhmen e arkeologjisë, ku grimcat kozmike po përdoren për të zgjidhur misteret mijëvjeçare. Në zemër të kësaj hetimi është tempulli 11, një strukturë masive dhe enigmatike në qytetin e lashtë Kopan. Për pothuajse 5 shekuj, Kopan shërbeu si qendra politike dhe ceremoniale e një mbretërie të gjerë maja. Ishte një qytet bukurie dhe sofistikimi të jashtëzakonshëm, sheshe të stolisura, piramida të larta dhe monumente guri mahnitëse të mbuluara me hieroglife, që tregojnë historitë e sunduesve dhe perëndive. Dhe megjithatë, pavarësisht të gjithë madhështisë, diçka kritike mungon. Varret e mbretërve të saj. Arkeologët prej kohësh kanë ditur emrat e sunduesve që dikur uleshin në krye të fronit të Kopan. 16 mbretër sunduan këtu në një dinasti të pandërprer, të regjistruara me kujdes në hieroglife, por kur bëhet fjalë për vendet e tyre aktuale të pushimit të fundit, më pak se gjysma janë gjetur ndonjëherë. Dhe për shkencëtarët dhe historianët, kjo është një problem i madh, sepse varret nuk janë thjesht vende varrimi, ata janë kapsul kohe. Ata përmbajnë thesare, rroba, artefakte, madje gjurmë biologjike që mund të na tregojnë se kush ishin këta njerëz, si jetonin dhe si vdiqën. Pa ta, ne mbetemi duke hamencuar. Këtu futet si i Nakamura dhe ekipi i tij. Ata nuk janë arkeolog tradicional, ata janë fizikant, të armatosur jo me mjete gërmimi, por me detektor muonësh. Tani këtu bëhet interesant. Muonët janë grimca subatomike që po bien vazhdimisht mbi tokë, të krijuara ku rrezet kozmike përplasen me atmosferën. Ato kalojnë nëpër të gjithë materjen, përveç se masa shumë të dendura. Kur muonët godasin diçka të fortë si guri, ato ngadalsohen, por kur godasin diçka më pak dendur, si një dhomë e fshehur apo varr, ato kalojnë direkt. Duke vendosur detektor nën ose rreth një strukture, shkencëtarët mund të masin sa muon vijnë nga këndet të shtime. Nëse ka një zonë bosh brenda një strukture të fortë, detektorët do të vënë re një rritje në grimca. Thururtësi është si të marrësh një rreze X të një piramide të ushqyer nga hapësira. Dhe teknologjia nuk është thjesht teorike. Në 2017, imazhi muon zbuloi një boshllëk të masiv të fshehur brenda piramidës së madhe të Egjiptit të Gizës, diçka që kishte mbetur e pazbulueshme për më shumë se 4000 vjet. Nëse funksionoi në Egjipt, se i beson se mund të funksionojë në Kopan. Pra ekipi drejtohet në rënoja. Lagështia, insektet e xhunglës hyjnë në gjithçka, dhe terreni në vetë është një sfidë me pjerësi të thepshura, zhgufra të dendura dhe shtëpiza të lashta guri që janë plasarkur dhe zhvendosur me kohën. Megjithatë, ata këmbgulin. Hapi i parë është gjetja e një tuneli të qëndrueshëm nën tempullin 11. Për fat të mirë, ka një rrugë gërmimi të vjetër nga një gërmimi më parshëm, pjesërisht i shembur, por ende i paçuar. Përdorshëm. Këtu, adoleshentët e zhytën mbretërinë në kaos. Besohet se sunduesi 15 ka qenë një restaurues, një lider që u përpoq ta sillte Kopan prapa nga buze humnerës. Nëse vari i tij është brenda këtij tempulli, e vërteta brutale e natyrës, tërmetet, erozioni dhe vetë xhungla mund gëlltit dhoma të tëra me kohën. Kjo është ajo që e bën imazhin muon kaq të fuqishëm. Ndryshe nga gërmimi tradicional, i cili mund të turbullojë apo dëmtojë vende të brisht, kjo teknologji lejon ekipin të shikojë brenda pa prekur gjithçka. Nëse ka diçka atje, ata do ta dinë. Nëse jo, të paktën nuk do të kenë shkatruar asnjë pjesë të monumentit duke e kërkuar. Dhe ja këtu është goditja. Nëse ata gjejnë diçka, nuk do të jetë thjesht një fitore për Kopan, mund të revolucionarizojë mënyrën se si kërkojmë në vende të lashta në të gjithë botën. Qytetet maja janë të famshme për të qenë shumë shtresore. Tempuj të ndërtuar mbi tempuj, mbretër që varrosin para arsit e tyre për të pretenduar pushtetin e tyre. Nëse imazhi muon mund të identifikojë në mënyrë të besueshme dhoma të fshehura në këto struktura, mund të hap një epokë të re eksplorimi jo invaziv, jo më muaj gërmimesh të verbta, jo më hamendësime, vetëm të dhëna dhe saktësi të pastër.
Thellë në zemër të xhungullës meksikane kur arkeologët zbuluan diçka brenda një tempulli maja që askush nuk e pa duke ardhur. Në shikim të parë, data në botën maja lulëzoi midis qekujve të 5 dhe të 8 pas Krishtit, e sunduar nga një dinasti e fuqishme që la pas gdhënqe të ndërlikuara, tempuj masiv dhe një stil arkitekturor të veçantë që ende ju merr frymën. Por për një kohë të gjatë, tempulli i mbi shkrimeve ishte pak mister. Njerëzit supozuan se ishte thjesht një ceremonial, ndoshta një platformë për fjalime, ndoshta vëm për rituale. Në fundit, kjo ishte ajo që sugjeronin shumica e veçorive sipërfaqësore. Pastaj erdhën gjurmët, vrimat të çuditshme rrethore në dyshemen e tempullit, jo dëmtime rastësore, jo erozion, por qartëzit të bëra nga njerëzit. Në fillim nuk kishin kuptim. Pastaj dikush pati idenë të kalonte një litar nëpër njërin nga vrimat dhe gjithçka ndryshoi. Nën pllakën e gurit ishte një shkallë e fshehur, e vulsuar dhe që zbriti thellë në zemër të piramidës. 2 vjet gërmimesh të kujdesshme më vonë, arkeologët arritën në fund dhe ajo që gjetën nuk ishte asnjë përveç historike. Një sarkofag masiv që peshonte mbi 20 ton, i rrethuar nga xhade, artefakte dhe një nga varat më të detajuara që janë zbuluar ndonjëherë në Amerikë. Ai i përkiste Pakal të Madhit, sunduesit më legjendër të Palenke. Emri i tij ishte tashmë i njohur nga mbishkrimet, por tani hektu ishte, i varrosur në qytetin që dikur e sundonte në një dhomë kaq të detajuar të ndërtuar sa qartë ishte ndërtuar rreth sarkofagut të tij. Majat nuk e shoqitën thjesht arkevolin e tij me pas. Ata e dizenjuan të gjithë tempullin duke pasur parasysh varrosjen. Ashtu si në piramidën e madhe të Egjiptit, struktura nuk ishte thjesht një ndërtesë, ishte një makinë kozmike e rreshtuar me ngjarjet qiellore e mbushur me simbolik dhe i dedikuar udhëtimit të një mbreti të vetëm në jetën pas vdekjes. Dhe këtu është ku krahasimi me Egjiptin vërtet godet. Në të dy qytetrimet, varet nuk ishin thjesht vare, ishin rampa shpirtërore. Në Egjipt, faraonët u varrosën me arë dhe tekste të menduar për t'u udhëhequr në përbotën e poshtme. Në Palenke, Pakal ishte i rrethuar nga bizhuteri xhade, artefakte ceremoniale dhe një mask vdekje i mahnitse e bërë nga xhadi pastër jeshil. Çdo pjesë kishte kuptim. Çdo gdhendje në kapakun e sarkofagut tregonte një histori të prejardhjes së tij hyjnore, të rilindjes së tij, të lidhjes së tij me Perëndit. Niveli i detajeve rivalizon me jeshka nga varri i Tutankhamonit. Por ngjashmëritë shkojnë përtej simbolikës. Ashtu si piramida e madhe, varri i Pakal ishte i fshehur. Asnjë hyrje e dukshme, asnjë ceremoni publike. Ishte i vulosur, i menduar të mbetej i paprekur për përjetësi. Dhe megjithatë, ironia është se rikzbulesi i tij na ka dhënë më shumë njohuri për besimet dhe politikat maja, se pothuajse çdo vend tjetër. Për shekuj, studiuesit nënvlerësuan majat, duke i parë si njerëz të izoluar xhungle. Por varri i Pakal tregoi një histori ndryshe. Ky ishte një qytetrim që praktikonte sundimin dinastik, që investoi shumë në jetën pas vdekjes dhe që përdorte arkitekturën, astronominë dhe artin për të mbajtur pushtetin dhe ndikimin. Këtu bëhet më e errët. Luksi i varrit të Pakal nuk është thjesht dëshmi për sa i fuqishëm ishte ai. Është një pamje e pabarazisë së shoqërisë maja, ndërsa elitat u varrosën me xhade dhe ar, të zakonshmit jetuan dhe vdiqën në anonimitet të plot. Mbetjet e tyre shpesh nuk ruhen, historitë e tyre të humbura. Dhe megjithatë, këta ishin njerëzit që ndërtuan tempujt, rritën ushqimin, gdhendën hieroglifet. Varri na kujton se ndërsa qytetrimi i maja ishte mahnitshëm i përparuar, ishte gjithashtu profundisht hierarkik. Pushteti ishte i konsoliduar në krye, dhe ai pushtet shprehej në vdekje ashtu si në jetë. Dhe tani kjo zbulimi vetëm në Palenke ka frymëzuar një qasje krejtësisht të re për mënyrën se si kërkojmë varre në të gjithë botën maja. Nëse Pakal mund të ishte varrosur brenda një piramide të vulosur, kush tjetër mund të jetë i fshehur nën tempujt e panumërt që ende pikojnë peizazhin? Kjo pyetje është pikërisht ajo që po nxit hetimet aktuale në vende si Kopan, ku shkencëtarët po përdorin tani teknologji hapësinore, imazhi muon,
për të përpjekur të replikojnë të njëjtin lloj zbulimi. Ka gjithashtu diçka magjepse për mënyrën se si këto dy histori, piramida e madhe e Egjiptit dhe tempulli i mbishkrimeve të Palenkës, pasqyrojnë njëra tjetrën përmes kohës dhe gjeografisë. Kontinente të ndryshme, gjuhë të ndryshme, mjete të ndryshme, dhe megjithatë, të dyja kulturat zhvilluan pavarësisht arkitekturë monumentale për të lavdëruar sonduesët e tyre. Të dyja ngulisën simbolik astronomike në strukturat e tyre. Të dyja ndërtuan varre që nuk ishin thjesht vende varrimi, por shprehje pushteti, legitimiteti dhe lidhje kozmike. Por ndryshe nga Egjipti, i cili është studiuar dhe dokumentuar gjerësisht për më shumë se 2 shekuj, më shumë vende maja ende shtrihen në shtresa xhungle, duke pritur të rikzbullohen. Ne po gërvishtim vetëm sipërfaqen. Për çdo pakal që gjejmë, ka 10 sundues ende të zhurmuret në anën xhungle. Humbur. Qytetet të tëra mbeten të pahartuara. Varret të tëra mund të jenë pikërisht nën këmbët tona. Dhe në disa raste, mund të mos kemi shekuj për t'i gjetur. Ndryshimi i klimës, shpyllëzimi, grabitja dhe zgjerimi urban kërcënojnë të fshin atë që pylli tropik ka ruajtur për më shumë se 1000 vjeçar. Kjo është arsyeja pse ajo që ndodhi në Palenke ka shumë rëndësi. Nuk është thjesht historia e një mbreti. Është një provë koncepti, dëshmi se këto tempuj mund të përmbajnë përgjigjet që kemi kërkuar, dhe jo vetëm për vdekjen dhe varrosjen, por për udhëheqjen, tregtinë, fenë dhe shkencën. Sa më shumë të mësojmë për majat, aq më shumë shohim se sa me mendim përpara ishin vërtet. Arkitektët e Pacal nuk ndërtuan thjesht për të bërë përshtypje, ndërtuan për të zgjatur, ndërtuan për të treguar një histori, dhe tani është puna jonë të dëgjojmë. Kur shihni për herë të parë një mur tempulli maja, është e lehtë të mbytesh. Qindra simbole intrikate, vija të përdredhura, fytyra kafshësh, pika, shërita dhe forma abstrakte të gdhendura dhellë në gur. Në shikim të parë, duken si art, ndoshta dekorim, ndoshta simbole fetare. Por çfarë sikur t'ju thosha se janë fjali? Libra të tërë të gdhendur në mure, që regjistrojnë lindje, vdekje, luftra, dashuri, tradhti, astronomi dhe profeci hyjnore. Dhe për shekuj, ne nuk mundëm të lexonim asnjë fjalë prej tyre. E vërteta është, ne po shikonim në gjuhë të shkruar më komplekse se gjithçka në Europë në atë kohë. Dhe për kohën më të gjatë, ne nuk e kuptuat as që ishte gjuhë fare. Eksploruesit dhe studiuesit perëndimor i mohuan hieroglifet maja si zbukurim primitiv ose marracakërime fetare pa kuptim. Ishte më e lehtë të supozonim se këta njerëz të ashtu quajtur xhugle nuk mund të kishin zhvilluar mundësisht një sistem shkrimor mjaft të sofistikuar për të rivalizuar hieroglifet kineze apo egjiptiane, por e bën. Dhe pasi filluam ta thyenim kodin, gjithçka ndryshoi. Zbulimi filloi jo në një rënuj, por në një libër. Një nga ato pak që mbietuan pushtimin spanjoll. Quhet Kodeksi i Dresnës dhe është një nga vetëm 4 librat maja të njohur që ende ekzistojnë. Të tjerat u dogjën, u djegën nga konkistadorët që i shihnin si djallëzor. I shkruar në letër lëvore dhe i palosur në stil akordeoni, Kodeksi i Dresnës është mbi 800 vjeç. Faqet e tij janë të mbushura me ilustrime të detajuara. Kafsh, perëndi, rituale dhe të njëjtat hieroglife konfuze që shohim të gdhendura në gur, për vite, askush nuk mund t'i lexonte asnjë fjalë prej tyre. Simbolet ishin të bukur, por të padepërtueshëm. Disa studiues mendonin se ishin thjerët fetar. Të tjerë besonin se mund të ishin kalendar. Problemi ishte se të gjithë po hamënsonin. Imagjinoni të përpiqeni të dekodoni një skript të huaj pa gurin e rozetës, pa folës të gjallë dhe vetëm fragmente konteksti. Kjo ishte ajo me cilën studiuesit hershëm maja po përballeshin. Por pastaj diçka klikoi. Disa dekada më parë, hulumtuesit realizuan një fakt të vogël por vendimtar. Disa nga hieroglifet nuk ishin thjesht simbole logjike për fjalët, ishin rrokje. Pasi ajo pjesë e puzzle-it ra në vend, gjithçka filloi të hapej. Studiuesit filluan të krahasojnë kodeksin me hieroglife të gdhendur në stela, tempuj dhe altar në të gjithë botën maja. Me kohën dolën modelet, emrat, titujt, foljat,
Një gjuhë filloi të formohej. Ishte si të zbulonit se një kulturë që mendonin se ishte e heshtur, kishte qenë duke bërtitur historitë e tyre në gur tër kohën. Dhe papritur, ato tempuj nuk ishin thjesht rënoja, ishin biblioteka. Çdo mur, çdo shkallë, çdo kolon, historia e regjistruar, gjenealogji mbretërore, aleanca politike, kalendare ceremonial. Një hieroglif mund të thotë: ai lindi. Tjetër: ajo ngjitet thronin. Një tjetër: u kap në betejë. Majat nuk po regjistronin thjesht ngjarje, po sajonin narrativa. Propaganda e dizenjuar me kujdes për të pavdeksuar mbretërit dhe mbretëreshat e tyre si sundues hynor. Këtu historitë njerëzore fillojnë të dalin. Merrni Copan, për shembull, një qytet i fuqishëm maja në atë që sot është Honduras. Në zemër të qytetit qëndron një nga monumentet më mahnitse në të gjithë botën maja, shkalla hieroglifike. Nga larg duket si një fluturim i rregullt shkallësh guri, por nga afër është diçka tjetër krejtësisht. Çdo ngritje është gdhendur me hieroglife, mbi 2000 prej tyre. Është mbishkrimi më i gjatë maja i njohur, që tregon historinë e një dinastie të tërë, 16 mbretër që shtrijuj shekuj, lindjet e tyre, pushtimi i tyre, e drejta e tyre hynore për të sunduar. Nuk është thjesht shkallë, është një pemë familjeje në gur. Dhe ndërsa hieroglifet na treguan se kush ishin këta sundues, grabet na treguan se si jetonin dhe si vdiqën. Në vitet 1990, arkeologu David Sedat bëri një nga gjetjet më mahnitse në nekropolin e Copan, një dhomë varrimi ndryshe nga gjithçka që ishte zbuluar më parë. E fshehur në shtresat e ndërtimit më vonë, ishte një tempull i pikturuar në të kuqe të gjallë, dhe nën të një varr mbretëror. Brenda ishte skeleti i një njeriu të shtrirë mbi një pllak guri dhe i rrethuar nga bizhuteri xhade, unaza dhe një pjesë gjoksi të detajuar. Dhe afër kokës së tij, imazhi i gdhendur i 2 zogjive, një kuecal dhe një mëkau me ngjyrë të kuqe. Hieroglifet shkruanin emri i tij: Kinich Yaks Kuk Mo. Ai ishte themeluesi i dinastisë së Copan, por ja kthesa. Analiza e kockave të tij tregoi se nuk ishte vendas. Ai vinte nga qindra mijë larg, mundësisht nga qyteti i largët maja i Tikal. Ajo zbulim dërgoi val goditjesh nëpër komunitetin akademik. Do të thotë se themeluesi legjendar i Copan nuk ishte lindur për të sunduar. Ai erdhi nga jashtë, mori pushtetin dhe themeloi një val gjaku të tërë që po të formonte fatin e qytetit për 400 vjet. Edhe më befasuese, afër u gjet një varr tjetër. Këtë herë, trupi ishte një gruaje. Varri i saj ishte mbushur me thezar, rruaza xhade, perla të mëdha, poçeri të detajuar. Ekspertët besojnë se ajo mund të ketë qenë mbretëresha e Kinich Yaks Kuk Mo, dhe se martesa politike ndihmoi të konsolidonte pretendimin e tij për të fronin. Por identiteti i saj është ende i panjohur. Ne nuk kemi emrin e saj, vetëm historinë e saj të shkruar në pasurinë e varrosur me të. Këto nuk janë thjesht fakte të thata arkeologjike, janë drama, loj pushteti mbretërore, martesa shteti, të huaj që kapërcehen me kthetra në histori. Dhe të gjitha ishin shkruar në hieroglife dhe ruajtur në varre vetëm duke pritur që ne t'i lexojmë. Por dekodimi i hieroglifeve nuk është gjithmonë i drejtpërdrejtë. Në disa raste, seksionet e tëra janë të dëmtuara apo të humbura. Në të tjera, simbolet janë jashtë rendi, të përzjera nga shekuj të rënies dhe mbeturinës. Kjo është ajo që e bën procesin si frustrues, ashtu edhe emocionues. Është pjesë sfide intelektuale, pjesë pune detektivi. Studiuesit kalojnë muaj mbi një blok të vetëm hieroglifi, duke bërë referime kryqëzore me kodekse, mbishkrime tempulli dhe stela të shpërndara në qindra milje. Çdo zbulim ndihet si të hapësh një derë që ka qenë e mbyllur për 1000 vjet. Dhe madje tani nuk kemi mbaruar. Vlerësimet aktuale sugjerojnë se kemi dekoduar vetëm rreth 85% të hieroglifeve maja të njohura. Kjo do të thotë që ka ende një sasi masive informacioni që nuk mund ta lexojmë, ende pyetje të cilat nuk mund t'i përgjigjemi, ende emra që nuk mund t'i themi. Por me çdo zbulim, çdo varr të sapo gërmuar, çdo faqe kodeksi të sapo analizuar, afrohemi. Në Palenke, pam të njëjtin lloj zbulimi me varrin e Pacal të Madh.
Sarkofagu i tij ishte imbuluar me hieroglife që shpjegonin prejardhjen e tij, zbritjen e tij hyjnore dhe ringjalljen e tij të pritur si perëndi Maja. Përsëri, hieroglifët nuk na treguan thjesht se kush ishte, na treguan se çfarë besonte, se si njerëzit e tij e shihnin dhe se si priste të sundonte madje edhe pas vdekjes. Maska e vdekjes gjade nuk ishte thjesht simbol pasurie. Ishte pjesë e transformimit të tij në një hyjni Maja. Këta vare dhe hieroglife shkojnë bashk. Njëri patjetrin tregon vetëm gjysmën e historisë. Hieroglifet japin kontekstin, emrat, ritualet, ngjarjet. Varet japin njerëzimin, trupat, artefaktet, rezonancën emocionale. Së bashku, na japin një dritare në një botë që ishte aq e përparuar, komplekse dhe me shtresa sa çdo tjetër në historinë e njerëzimit. Dhe megjithatë, ka ende një nëntekst të errët për të gjitha këto. Për çdo pacalte apo kiniç jaksh kukmon që gjejmë, ka qindra, ndoshta mijëra njerëz Maja, emrat e të cilave nuk do t'i rikuperojmë kurrë. Skribët, artizanët, luftëtarët, fermerët, historitë e tyre nuk u shkruan në xhade apo gur. Varet e tyre ishin më të thjeshta nëse kishin vare fare. Ata nuk porositën shkallë të gëndendura me 2000 hieroglife, por ata ndërtuan qytetet, ata gëndendën gurët, ata luftuan luftrat dhe rritën misrin dhe adhuruan perëndit me devotshmëri të hjeshtur. Madje edhe në vdekje, bota Maja ishte thellësisht politike. Kjo është ajo që i bën këto zbulime kaq të fuqishme dhe kaq emocionuese. Çdo varr, çdo hieroglif është më shumë se thjesht dëna. Është një zë që jekon përmes kohës dhe për herë të parë në shekuj ne po fillojmë të dëgjojmë atë që po përpiqeshin të thonin. Nëse keni fluturuar ndonjëherë mbi një xhungël të dendur, e dini se si duket nga qielli. Një det i pafund jeshili që shtrihet në çdo drejtim. Pemë të mbushura kaq fort sa mbulesa e gjelbërimit fshej gjithçka poshtë. Për syrin e lakuriq, duket e paprekur, e pastër, e zbrazët. Por kjo është iluzioni. Sepse në të gjitha të gjethin, bota Maja nuk ishte kurrë e zbrazët. Në fakt, ishte e populluar. Një rrjet qytetesh, rrugësh dhe kështjellash që askush nuk dinte se ekzistonin. Dhe duhej një lazer hapësinor që së fundit aprovonte. Teknologjia i quhet lidar, shkurt për zbulimin dhe matjen e dritës. Me terma të thjesht, është si radar, por me lazera. I montuar në aeroplan, sistemet lidar lëshojnë qindra mijëra impulse lazerit çdo sekond poshtë drejt tokës. Shumica atyre rrezeve kthehen nga majat e pemëve, por disa arrin të kalojnë në përvrimat në mbulim dhe godasin tokën. Kur reflektimet kthehen, kompjuterat i përpunojnë ato në harta 3D ultra të detajuara të terrenit. Pemët zhveshura, duke zbuluar atë që ka qenë duke u fshehur poshtë për shekuj. Dhe ajo që hulumtuesit gjetën në xhunglat e Guatemalës, Belize dhe pjesëve të Meksikës, i habiti të gjithë. Ajo që dukej si shkretëtir, rezultoi të ishte një zgjerim kolosal planifikimit të lashtë urban. 60.000 struktura maja të panjohura më parë. Po, 60.000 u zbuluan në vetëm një sondazh masiv lidar. Tempuj, shtëpi, terraca, fusha loje, rrugë të ngritura që lidhin vendbanime përmes miljesh, majkodrina si kështjella, pika strategjike ngushtimi. Kjo nuk ishte thjesht arkitekturë mbreslënëse, ishte dëshmi konflikti. Peisazhi maja nuk ishte thjesht ceremonial, ishte militarizuar. Dhe kjo detyroi studiuesit të rishikojnë një supozim thelbësor, se majat ishin kryesisht paqësor, shpirtëror dhe ceremonial. Për vite kjo ishte narrativa dominuese, se ishin astronom, fermer, ndërtues dhe artist, gjë që ishin, por ishin gjithashtu strateg, general dhe luftëtar. Infrastruktura e gjerë sugjeronte një botë ku mbretërit konkuronin me ashpërsi për burime, rrugë tregtare, prestigj dhe pushtet. Merrni murin masiv mbrojtës në Tikal, për shembull, një nga qytetet më të famshme maja.
shtrihet për kilometra, duke rrethuar jo vetëm qendrat ceremoniale, por zona të mëdha banimi. Kjo nuk ishte thjesht mbrojtje nga kafshët e egra. Kjo ishte arkitektura e frikës, një version i lashtë i një kështjelle të ndërtuar për të dëbuar kërcënimet reale. Në vende të tjera, hulumtuesit gjetën kulla vrojtimi të fshehura, hyrje të ngushta për përqendrimin e pushtuesve dhe kala të vëna mbi vija kodrinash me pamje panoramike. Këto ishin hartat ushtarake të një shoqërie që priste konflikt. Dhe sa më shumë arkeologët krahasuan të dhënat lidar me hieroglifet dhe stelat historike, aq më shumë gjithçka u rreshtua. Qytetet nuk u rritën thjesht, ata konkuronin. Ata u rreshtuan me njëri tjetrin, tradhtuan njëri tjetrin dhe ndonjëherë shkatruan plotësisht njëri tjetrin. Madje edhe shkrimi i tyre e mbështete këtë. Hieroglifet shpesh kremtojnë mbretërit duke kapur sundues armiq në betejë. Monumentet regjistrojnë pushtime me ndershmëri brutale. Dhe sa më thellë shikojmë, aq më e qartë bëhet figura. Ky nuk ishte një qytetrim pacifistësh. Ishte një botë e formsuar një lufta, një shtyrje dhe tërheqje konstante për dominim. Dhe megjithatë, nuk ishte kjo historia që po tregonim, apo jo. Për dekada, qytetrimi maja u portretizua si izoluar, shpirtëror dhe i butë. Ndoshta sepse kjo ishte ajo që deshim të ishte. Në kontrast me historinë e gjagosur të Aztekëve apo makinën e ngërtë imperiale të Inkave, majat dukeshin si mendimtarët e Mezoamerikës. Por tani lidar na ka treguar atë që muret e gurit nuk mund ta fshihnin. Luftimet për pushtet ishin kudo. Qytetet ndërtuan mbrojtje për një arsye. Mbretërit sunduan me shpatë si dhe me ceremoni. Dhe ky ndryshim nga vrojtuesit paqësor të yjeve në shtete ushtarake ndryshon gjithçka, sepse tani duhet pyesim, a ishte lufta pjesë e asaj që i rrëzua? Është një mendim i frikshëm. Ju skanoni një copë zhungle dhe shihni rrënojat e një rruge, por ajo rrugë nuk është thjesht një shteg, është një linjë taktike furnizimi. Gjeni një mur qyteti dhe papritur nuk po shikoni një kompleks tempulli, po shikoni një qytet në rrethim. Gjithçka bëhet pjesë e një historie më të gjerë, më të errët. Një qytetrim që ndërtoi të madhe, jo vetëm për të bërë përshtypje tek perëndit, por të mbrojtur nga njëri tjetri, dhe shton një dimension krejtësisht të ri në misterin e shembjes maja. Çfarë nëse nuk ishte thjesht thatësirë, apo uri, apo trazir fetare? Çfarë nëse ishte luftë e zgjatur, luftë e pandalueshme midis qyteteve rivale, duke tharë burimet, duke rrëzuar udhëheqësit, duke coptuar aleancat? Ndoshta majat nuk zhdukën për shkak të një eventi të madh, por sepse 1000 konflikte të vegjël së fundi plasën themelin e botës së tyre. Kjo është historia që po ndihmon të zbuloj lidari, jo thjesht një hartë qytetesh, por një rrjet gjeopolitik, një rrjet aleancash, armiqësish dhe mbrojtjesh që rivalizojnë me gjithçka në Europën e lashtë apo Azi. E riformulon majat jo thjesht si inxhinier apo astronom, por si një popull thellësisht të përfshirë në politik, strategji dhe me bijetesë. Dhe pjesa më e jashtëzakonshme, ne kemi skanuar vetëm një pjesë të botës maja. Çfarë tjetër është ende duke u fshehur në mbulimin e xhunglës? Sa qytete të tjera të muruara? Sa kështjella të tjera të shënuara nga betejet? Me çdo skanim të ri dalin më shumë pyetje, por një gjë është e sigurt. Majat po ndërtonin për më shumë se thjesht ceremoni. Po ndërtonin për të duruar dhe ndonjëherë për të luftuar. Është tundues të imagjinosh botën e lashtë maja si një konstelacion qytetesh të pavarura, krenar, secila e fokusuar në ndërtimin e tempujve, vëzhgimin e yjeve dhe saimin e fatit të vet. Por në atë imazh gjendet diçka shumë më paqëndrueshme. Majat nuk ishin thjesht ndërtues qytetesh, ishin rival, intrigant dhe ndonjëherë pushtues. Bota e tyre nuk ishte paqësore, ishte politike dhe shpesh ishte brutale. Dhe nëse zmadhoni mjaft larg, filloni të shihni diçka të çuditshme, modele ngritjeje dhe rënjeje që ndjehen si të kohës moderne. Aleanca, tradhti, pushteme dhe më në fund, kolaps. Le të fillojmë me Tikal, një nga perlat e kurorës së qytetrimit maja. Në kulmin e tij ishte shtëpi për më shumë se 60.000 njerëz, një nga qytetet më të mëdha në Amerikën parakolumbiane. Tempujt e tij u ngritën mbi mbulimin e xhunglës si rokaqiej. Sunduesit e tij ishin legjendar. Por madhështia e tij nuk ishte e garantuar.
Tikal po shikonte vazhdimisht mbi shpatullën e tij sepse pushteti në botën Maya ishte gjithmonë i kontestuar. Dhe një nga lojrat më dramatike të pushtetit erdhi jo nga një qytet tjetër Maya, por nga shumë larg. Rreth shekullit të 4 pas Krishtit, ndodhi diçka e papritur. Një ndikim i huaj, Teotihuacan, një qytet masiv i vendosur mbi 1000 kilometra larg në Meksikën qendrore, dërgoi val goditjesh në tokët e ulta Maya. Po flasim për një nga qytetet më të mëdha në botë në atë kohë, shtëpi për më shumë se 100.000 njerëz me bulevarde të mëdha dhe piramidën e lartë të diellit. Teotihuacan ishte një fuqi ushtarake, kulturore dhe ekonomike, dhe në ndonjë mënyrë arriti në Tikal. Arkeologët zbuluan një varr në Tikal, një që nuk dukej si asgjë Maya. Artefaktet, stili i varrosjes, madje dhe arkitektura, të gjitha bërtisin Teotihuacan, një burr i varrosur me armë ceremoniale, mburoja dhe djegës Temjani, që gjurmolin qartë drejt Meksikës qendrore. Nuk dukej si diplomaci, dukej si një marrje pushteti. Disa studiues besojnë se ky ishte një luftëtar elit apo fisnik i dërguar nga Teotihuacan për të instaluar një vit të re udhëheqjeje në Tikal. Dhe nëse kjo është e vërtet, atëherë do të thotë se një nga qytetet më të mëdha Maya kishte historinë e saj të rishkruar nga një fuqi e huaj. Kjo nuk është mitologji, është geopolitik, një perandori e madhe që tregon ndikimin e saj. Mundësisht madje dhe lançon një pushtim në hyje nën maskën e martesës rembërore apo shkëmbimit kulturor. Dhe nuk ishte e hollë. E gjithë trajektoria politike e Tikal ndryshoi. Sunduesit që pasuan filluan të referenconin imazhe në stil Teotihuacan në monumentet e tyre. Papritur shfaqen motivet e gjarprit me pen, armët ndryshuan, lufta ndryshoi. Përputhje? Ndoshta jo. Kjo na tregon diçka të madhe. Politika Maya nuk ishte e izoluar, ishte e lidhur me një strukturë më të gjerë pushteti mesoamerikane me aleanca në ndryshim dhe ndërhyrje në distancë të gjatë. Dhe ndërsa Tikal urit dhe lista e armiqve të tij. Futu Calakmul, një nga rivalët më të hashpër të Tikalit. Dy qytetet luftuan një rivalitet superfuqi që zgjati për shekuj. Ato formuan aleanca me qytetet më të vogla, tërhoqën aleat rajonal dhe bën luftra me ndërmjetës që pasqyronin taktikat e luftës së ftohtë. Një vit, Tikal mund të ishte në rritje, duke formuar pakta tregtare dhe duke nisur fushata të fituesme. Vitin tjetër, Calakmul do ta kthente skenarin, duke rrëzuar një regjim kukull ose duke kapur një nga aleatët e Tikal. Në një nga ngjarjet më dramatike të regjistruara, Calakmul u bashkua me një qytet tjetër të fuqishëm, Karakol, dhe lançoi një sulm shkatrues mbi Tikal rreth 562 pas Krishtit. Rezultati: sunduesi i Tikal u vra. Monumenti i qytetit ndaloi së ndërtuari dhe për dekada fuqia e tij politike ishte në rrënoja. Kjo nuk ishte thjesht një humbje ushtarake, ishte një eklips total i ndikimit. Dhe ajo që pasoi u referua si ndërprerjeri, një periudhë ku Tikal dukej se ra në heshtje. Ky është niveli i dramës politike me të cilën po përballeshim. Sunduesit nuk po luftonin thjesht për të kora apo territori, po luftonin për narrativ, legjitimitet dinastik dhe favor kozmik. Luftrat e tyre ishin shpesh ceremoniale në ton, por reale në pasoja. Qytetet u ngritën, mbretërit u sakrifikuan, aleancat u blen, u shitën dhe u thyen. Madje edhe Palenque, një qytet i njohur për bukurinë dhe artisticitetin e tij, nuk ishte imun. U mund famërisht nga Calakmul gjatë një prej fazave të tij ekspansiviste. Mbretëresha zonja Six-Sky u detyrua të dorëzohej, dhe për një kohë Palenque u la i copëtuar politikisht. Nuk ishte derisa djali i saj Pakal i Madh erdhi në pushtet që qyteti filloi të rindërtonte krenarinë dhe monumentet e tij. Varri i tij tani tregon atë histori, por është një të gëndëndum nga disfata, jo vetëm nga fitore. Dhe e gjithë kjo kaos na çonte një pyetje më të madhe. A kontribui kjo konkurrencë pafund në rënien Maya? Nga fundi i shekullit të 8 dhe fillimi i shekullit të 9, plasaritjet po shfaqeshin. Shumë nga qytetet shtet kryesor që dikur formonin në rrjete të fuqishme filluan të binin shpejt. Monumentet ndaluan së ndërtuari, varret elite u bën të rrallë, rrugët tregtare u than, jo, në disa vende qytetet të tëra u braktisën në çështje dekadash. Çfarë ndodhi? E po, pjesë e saj mund të ketë qenë mjedisore, tha të Sir,
dështime të korrës, mbi popullim, por duke shikuar peizazhin politik nëpër lentën e luftës dhe rivalitetit, sheh një lloj tjetër presioni duke u ndërtuar, një ku konflikti ndër qytetas dobësoi bashkëpunimin, thau burimet dhe e bëri të pamundur koordinimin e zgjidhjeve kolektive. Asnjë infrastrukturë ndar, asnjë mbrojtje e bashkuar, thjesht çdo mbretëri për veten. Nëse shtremboni, fillon të duket i njohur, si rënja e Romës apo coptimi i Europës medievale. Por ndryshe nga ato qytetërime, majat nuk lan pas një regjistrim të qartë të asaj që ndodhri. Hieroglifët e tyre ndaluan mes historie, qytetet e tyre zbehin në xhungël, aleançat e tyre u shtintegruan dhe pasardhësit e tyre u zhvendosën në fshatra më të vegjël të shpërndarur nëpër rajon. Nuk ishte një perandori që po binte. Ishin 10 mbretëri që shpërthyen nga mbrinda. Dhe ajo që është e çuditshme, është sa i heshkur ishte rënja. Asnjë betejë e madhe finale, asnjë event kulmues, thjesht një shtëngudhje ngadaltë e sistemeve që mbanin gjithçka. Bashk, mbretërit ndaluan së ndërtuari monumente, skribët ndaluan së gdhendur hieroglife, njerëzit ikën. Ajo që në mbetet janë rënojat dhe hieroglifet e varrosure që japin ide për politikën që dikur i sundonte. Pra, tani kur shikoni një qytet maja, mos shihni thjesht tempuj dhe piramida, shihni një qendër pushteti, një vend që luftoi për dominim, ndroi ndikim dhe bëri marrëveshje pas skenave. Majat nuk ishin thjesht astronom dhe arkitekt, ishin diplomat, general dhe mbretër të kyçur në një lojë të gjatë mbijetese. Dhe më në fund, madje as ata nuk arritën ta mbanin të gjitha bashk. Për një qytetërim që ndërtoi monumente për përjetësinë, majat me siguri zhdukëm shpejt. Një moment qytetet e tyre ishin gëzimore, tregjet plot, tempujt aktiv, mbretër duke sunduar nga froni të mbuluar me xhade, dhe pastaj, në rrjedhën e vetëm disa brezash, gjithçka mbaroi. Qytetet u zbrazën, dinastitë u shembën dhe gdhëndja e gurit ndaloi. Sikur dikush të kishte shkyçur një çelis kozmik. Është një nga enigmat më të mëdha të historisë. Si mund një qytetërim kaq i përparuar, kaq i gjerë të coptohej thjesht? Ai mister ka munduar arkeologut për dekada, dhe ndërsa teoritë kanë variuar nga lufta dhe rebelim te pushtimi dhe ndëshkimi hyjnor, një nga përgjigjet më intriguese mund të jetë e varrosur jo në vetë rënojat, por në fund të një liçeni. Përfshin Takeshi Nakangawan, një gjeolog japonez i cili beson se historia e shembjes maja është shkruar në shtresa balte. Po, balt. Sepse sa i çuditshëm që tingëllon, sedimenti i lashtë mban më shumë se dheun, mban gjurmët e klimës, ndotjes, bimësie, madje fatkeqësie. Mendoni për të si diskun e fortë të natyrës duke ruetur mira vjet histori mjedisore, një stin shiu në një kohë. Takeshi dhe ekipi i tij vendosin dyqan mbi një liçen të vendosur pra një vendi të braktisur maja. Uji është i qetë, i heshtur, pothuajse i shejt në heshtjen e tij. Por poshtë ka veprim, qindra vjet rënje poleni, hiri, minerale dhe mikrombetje, të gjitha që vendosen në shtresa të rregullta si faqe në një ditar të harruar. Duke përdorur një platformë lutruese, ekipi ul një brim gërmimi në shtratin e liçenit dhe nxjerr cilindra të gjatë sedimenti, secili një kronologji ndryshimi mjedisor. Ajo që gjejnë është shqetësuese. Rreth të njëjtën kohë që qytetet maja po shembën, midis shekujve të 8 dhe të 9 pas Krishtit, ka një ndryshim dramatik në sediment. Më pak po len nga të korrat, më shumë dëshmi thatësire, gjurmë shpyllëzimi të gjerë. Me fjalë të tjera, vetë toka po fillonte të vdiste. Dhe nuk ishte një rënje e butë, ishte e mprehtë, e papritur dhe masive në shkallë. Imagjinoni qytete si Tikal, Kopan apo Kalakmul, duke përballur vit pas viti korë të dështuara, rezervuar të thatur dhe trazira politike. Të gjitha ndërsa mbredrit vazhdonin të kërkonin haraç dhe punë për tempuj. Por ja kthesa, maja dinin se si të menaxhonin mjedisin e tyre, nuk ishin të shkujdesur. Ndërtuan rezervuar, kanale, sisteme terracore. Kuptuan ciklet e diellit, shiut dhe dheut. Pra, kolapsi nuk ishte për ignorancën, ishte për shkallën. Popullsia kishte rritur aq e madhe dhe qytetet kaq të ndërlidhura sa madje edhe disa vjet të këqija mund të shkaktonin një efekt domino. Kombinoheni atë me luftimet politike, rivalitetet elite dhe një mbështetje të tepruar në pushtetin ceremonial dhe merrni diçka të brisht, diçka që duket e fuqishme, por nuk mund të përkulet pa u thyer. Dhe kjo na sjellte xhadhja.
Gjadja ishte më shumë se një gur i çmuar për majat. Ishte përjetësia, pushteti, hynia, të gjitha të rregullisura në një sipërfaqe të gjelbër shkëlqyese, ndërsa ari dhe argjendi ishin të çmuar në kultura të tjera, për majat gjadja ishte e shenjtë. Nuk ndryshkonte, nuk digjej, mund të gëndhente në forma të pamundshme, intrikate. Ishte fort, më e fortë se çeliku. Dhe në një botë pa mjete metali, kjo e bënte të çmuar për te mase. Por gjadja nuk ishte thjesht e rrallë, ishte simbolike. Mbretrit u varrosën me rruaza gjade të shtypur në gojet e tyre, të vendosura atje për të ushqyer shpirtin e tyre në udhëtimin drejt jetës tjetër. Maskat gjade transformuan sunduesit e vdekur në perëndi. Amuletet gjade varen nga qafët e mbretreshave, priftrinjve, luftëtarve, dhe nëse kontrolloni tregtinë e gjades, kontrollonit jetën e statusit, legjitimitetit dhe fesë. Kjo është arsyeja pse ulumtues si Mary Lou Ridinger kanë studiuar gjaden maja në laborator teknologjie të lartë, duke përdorur teste densije, analizë spektrale dhe mikroskopi për të përcaktuar origjinën dhe përbërjen e saj. Rezultatet janë të pabesueshme. Disa pjesë u morën nga vetëm disa depozita të izoluara në luginën Motabua të Guatemalës. Kjo do të thotë se gjadja duhej të tregtohej, dhurohej apo kontrabandohej në distanca të gjata, dhe çdo pjesë që arriti në një varr mbretëror erdhi me një histori. Edhe më mbreslënse, majat mësuan të gëndhenin gjade duke përdorur vetëm mjete gërryrje të bëra me granat, një nga mineralet më të fortë se gjadja. Imagjinoni të merrni një shkëm që është forterasës si i çeliku modern dhe ta formsoni në një vadh delikate ose një mask mozaiku duke përdorur vetëm fërkim dhe durim. Është lloji i artizanati që merr javë ose muaj për një pjesë të vetme. Pra, pse rëndon gjadja kur po flasim për kolapsin? Sepse gjadja na tregon se kush kishte pushtet dhe se si pushteti po zhvendosej. Drejt fundit të periudhës klasike, modelet e tregtisë së gjadës ndryshojnë. Më pak varime elite përmbajnë gjade. Stilet rritën më vendore, më pak të rafinuara. Është sikur rrjetet që dikur lidhnin qytete të mëdha po thyeshin. Nëse ishe mbret dhe nuk mund të merrni gjade, nuk mund të kryeni ritualet e duhura, nuk mund të varrosni paraardhësit tuaj në stil, nuk mund të provonit të drejtën hynore tuaj për të sunduar. Dhe pa ritual, bota maja fillon të shturur. Është një ironi tragjike. Gjërat që u dhanë shoqërisë maja shkëlqimin, kompleksitetin, hierarkinë, simbolikën e thellë shpirtërore, gjithashtu e bën të prekshme. Kur mjedisi dështoi, zinxhirët e furnizimit u thyen. Kur perëndit nuk sollën shi, ritualet ndaluan së funksionuari. Kur gjadja nuk mund të merrej, iluzioni i kontrollit plasariti. Njerëzit humbën besimin, sistemi ndali, dhe mbretrit, të varrosur në gur dhe heshtje, panë qytetet e tyre të zhduken në hardhitë. Por ja pjesa shpresdhënëse, puna nuk ka mbaruar. Gërmimet vazhdojnë, varre të reja po zbulohen. Çdo vit, hieroglife më shumë përkthehen, më shumë sedimente të kampionuar, më shumë artefakte gjade analizuar. Jemi në një epokë të artë të arkeologjisë maja, dhe sapo po fillojmë të bashkojmë puzzlin. Liqenet vazhdojnë të mbajnë sekrete, xhungullat vazhdojnë të fshinë qytete, dhe gjadja, e ftohtë, e gjelbër dhe e përhershme, vazhdojnë të pëshpëritin për mbretër. Mbretëresha dhe një botë që u ngrit sa më lart që mund para se të zhduket në histori. Pra, çfarë nëse fundi i botës maja nuk ishte thjesht mjedisor apo politik, por shpirtëror? Çfarë nëse të njëjtat sisteme besimi që ndërtuan qytetet e tyre, gjithashtu kërkuan gjak për t'i mbajtur gjallë? Në episodin e ardhshëm po shkojmë më thellë, jo vetëm në rënoja, por në anën e errët të fesë maja. Kokat e prera që u gjetën të varrosura nën altare, perëndit që kërkuan zemra njerëzore në këmbim të shiut, cenotet e shenjta që u bën varre në ujë. Sepse ndërsa kemi zbuluar qytetet, hieroglifet dhe gjaden, sapo po fillojmë të përballemi me të vërtetat e tmerrshme të gdhëndura në ritualet e tyre. Dhe kujtoni rreziqet për cilat folëm, ato nuk shkojnë. Maja dikur besonin se bota e tyre mund të mbaronte fjalë për fjalë, jo metaforikisht, jo simbolikisht, por plotësisht nëse perëndit e tyre nuk ishin të kënaqur. Ai besim formsoi gjithçka, luftrat e tyre, kalendarin e tyre, vetsensin e tyre të kohës.
Tani imagjinoni se çfarë ndodh kur ai sistem fillon të dështojë. Kur shiu nuk vjen, kur ritualet nuk funksionojnë, kur bota ndihet sikur po përfundon gjithsesi. Pra, qëndroni me ne, sepse gërmimi nuk ka mbaruar. Sa më thellë gërmojmë, aq më i çuditshëm dhe më i frikshëm bëhet. Do t'ju shohim në pjesën e dytë.